Se jemi të mobilizuar në nivelin qendror, maksimalisht në të gjitha degët e partisë që të ngrisim aktivitetin në shkallën e duhur që në zgjedhjet e përgjithshme për cilat do të vendoset në javët në vijim, se kur do të mbahen, por nuk janë larg fare, në këto zgjedhje të korrim sukses të plot. Të korrim sukses të rrisim numrin e votuesve për Partinë e Drejtësisë dhe me këtë të rrisim gjasat që ju nesër, pas përfundimit të zhvillimeve t'juaja profesionale, akademike, shkencore, të zëni vendet e duhura, të merituara në institucione shoqërore të vendit dhe me këtë të siguroni kuadër profesional të drejtë, të ndershëm, çfarë jeni vetë, çfarë janë familjet e juaja, pra të sjellni një cilësi të re në udhëheqjen e vendit, përfundimisht ta shmangim, ta harrojmë korrupsionin i cili ka lshurroj në institucionet e vendit tonë, sepse është Partia e Drejtësisë ajo e cila është zgjedhja më e sigurt për qytetarët e vendit që ky korrupsion një herë për gjithmonë të humbë nga institucionet e vendit, sepse udhëheqësit që dalin nga radhët e Partisë së Drejtësisë, që zënë vend në institucionet e shtetit, qofshin ato ekzekutive, ligjvënëse, apo gjyqësore, ose prokuroriale, do t'jenë udhëheqës të cilët fillimisht kanë respekt, kanë një ndjenjë dhe përgjegjësi të vetë përmbajtjes në ushtrimin e detyrës para Zotit të Madhëshëm. E më pastaj para organeve ligjore të drejtësisë që ky të jetë një fillim i një përvoje pozitive e sore për ju. Faleminderit. Nëse dikush do një ndërkoj letrën, Pakete Shola. Ulvan Berisha.